Mas viteve 90 ka qenë tepër i fuqishëm, sidomos domethënë në pjesën e Shkodrës së Sipërme, apo edhe familje të ardhurat të cilët erdhën në Shkodër, ku ishin të futura në gjagje 4-5 familje, apo të futura në gjagje nga 4-5 herë, domethënë. Fillovi në fillim si mbizotërim i zonave, pra i grupeve rivale, me anë të së cilës kush është grupi i cili do të sundoj një zonë ose do të sundoj qytetin. Pra si ka filluar në fillim. Mund të ketë filluar edhe për çështjet e pronësisë. Pse vret dikush? Vret sepse drejtohet në gjykatë, pra deri diku jam dakord edhe me kolegun Kujtim Sakrani, për të vetmin arsye sepse individi përpara se të bëjë një veprim, drejtohet në gjykatë, kërkon një mbështetje, kërkon një ndihmë në polici, por është policia e cila e refuzon të marrë procedurën përkatëse, është prokuroria e cila e të zgjat apo nuk fillon një procedim, madje tani ka dalë një moderi që prokuroria nganjëherë ja fut edhe një mosfillim procedim apo e zgjat pambarimish me vite, është gjykata e cila mban zvarritur një proces gjyqësor. Dhe kjo nuk ka ndodhur tani. Tani është fenomeni më shumë i prapër dhe bën më shumë në sy. Por ky fakt i vonesës dhe i zvarritjes së procedimeve, gjykimeve apo mos fillimit të procedimeve ka qenë më përpara. Dhe çfarë bën qytetari i cili kërkon një të drejtë? Normalisht, kur nuk e gjen të drejtën tek shteti kur troket për herë të parë, atëherë del tek vetë gjyqësia.